Presidenti serb Aleksandar Vučić ka reaguar lidhur me mbylljen e rafinerisë së industrisë së naftës. Ai shprehet se ende nuk ka lajme të mira apo ndryshim vendimi. Vučić thekson se ndihet I zhgënjur teksa shton se rusët nuk dëshirojnë ta shesin nisin. Lidhur me nis nuk kemi lajme të mira. Prisnim të merrnim një licencë për të vazhduar furnizimin nga OFAC-ja, por nuk morëm një vendim pozitiv. Jo vetëm që jam I zhgënjur, por jam dhe I befasuar sepse nuk shoh se çfarë fituan nga kjo. U përpoqja ta vendos veten në vendin e tyre dhe të shija se çfarë po bënin, por nuk e kuptova. Është e qartë se rusët nuk duan ta shesin nisin, thot Vučić. Kjo është e drejta e tyre, ata janë pronarët. Gjëja tjetër është se ne kemi shumë probleme me të. Ashtu siç amerikanët nuk janë të interesuar për asgjë tjetër përveç interesave të tyre. Për momentin vetëm Serbia po vuan dhe do të shohim se si do të shkojë, shton presidenti serb. Ky fundi thekson gjithashtu se Janaf nuk lejoi importimin e naftës, që nuk ishte menduar për rafinerim në Pančev, por për rezervat serbe. Ata nuk besonin se ishte për magazinim, por për nisin. E refuzuan sepse donin të thoshin se nuk ishte vetëm nis nën sanksione, por e gjithë Serbia është nën sanksione, derisa amerikanët thanë ndryshe, u shpreh ai. Presidenti serb thot gjithashtu se ministra serbe e minierave dhe energjisë Drubavka Dedović Handanović do të informojë nisin se nuk ka indikacione që SBA do të japin një licencë dhe kjo do të rezultojë në mbylljen e rafinerisë. Ata humbasin 370.000 euro në ditë teksa funksionon kështu. Është puna e tyre kur duan ta mbyllin rafinerinë. Ne dham lejen për ta mbyllur, thot Vučić, duke theksuar se Serbia ka karburant të mjaftueshëm sa për të mos u futur në krizë. Rafineria në Pančev duhet zyrtarisht të ndërpres punën sot, pas disa ditësh mirëmbajtje në regjimin e ashtu quheturit qarkullim të ngrohtë, teksa SBA nuk lëshoi licencë për vazhdimin e operacioneve të nis.